Peshkimi në qytetin e Durrësit gjendet në vështirësi të shumta. Peshkatarët ndihen të shqetësuar, pasi me gjithë problemet që kanë aktualisht, ndihen të kërcënuar dhe nga ndërtimet elbar, të cilat me zgjerimin e territorit mund ta spostojnë edhe portin e peshkimit drejt Portoromanës. Në takimin me kryeun e Partisë Demokratike Sali Berisha, që u zhvillua në Durrës, përfaqësuesi i shoqatës së peshkimit Klodian Kapiti e ngriti këtë problem shqetësues për ta dhe qytetin, pasi sikurse theksoi, peshkimi është i lidhur ngushtë me ushqimin e qytetit si dhe turizmin. Vargmali pallatëve Alabar që ka marrë një start që nga Gurta e Gipit dhe vazhdon gradualisht pushtoj portin, një ditë bukur do ketë njëjtin fat edhe porti i peshkimit. Dhe simas disa dhënie që kemi, ky port mund të transferohet me kohën në portin e Portoromanës në rast se vazhdon kjo lloj ofensive. Por do jetë një krim i rrallës. Një krim i rrallës sepse porti i peshkimit për vetë rëndësinë që ka bashkëjeton dhe është i harmonizuar me qytetin. Për shkak se të gjithë punojësit jetojnë në qytet. Tregu është në qytet. Peshkimi është braktisur nga dursakët. Sot rreth 80% e peshkatarëve janë të huaj, thot Kapiti, ndërsa ngjarjet në lindjen e mesme e kanë rënduar koston për shkak të rritjes së çmimit të naftës. Sot rreth 80% e peshkatarëve janë të huaj. Pra, punëtor shqiptar nuk ka. Për kapitena anijesh është shumë zor. Edhe zhvillimi i konfliktit fundit në lindjen e mesme ka bërë që çmimi i naftës të rritet dhe për pak të një muaji flota peshkimit ndodhet sot në një krizë. Çmimi i bursës është rritur dhe është premtuar nga qeveria që do ketë një mbështetje si modeli i vitit 2022, kur filloi konflikti me Ukrainën, do ketë një mbështetje financiare për 400 lekë për litër. Ka një muaj që është dhënë fjala, deri tash nuk është bërë asnjë gjë. Dhe faktikisht flota është e bllokuar. Kapiti ka kërkuar që opozita ta mbështesë peshkimin në zgjidhjen e vështirësive aktuale që ka sot.